nuk është i rastësishëm kombinimi i kalendulës me këto petalet e trëndafilit? Sepse nëse duam që të bëjmë një rigjenerim të organeve të brendshme, nëse duam të bëjmë një mirë funksionim të tyre, në mënyrë që bukuria trupore të na vijë nga brenda, mundet që të bëjmë një kombinim në formën e një eliksiri, pra një ujë të ngrohtë, me petale trëndafili dhe kalendule, pak limontoz dhe pak mjaltë sipas dëshirës, dhe mund të pijen 1 deri në 2 gota në ditë. Pra, çfarë ngjyre të bukur që ka. Po patjetër, kjo tregon që ky lloj, sepse janë disa lloje të veçanta të calendula officinalis, ka më shumë karotenoide. Një nga komponentët, një nga përbërësit më të fuqishëm të saj. Por nuk ndodhet vetëm karotenoidi në këtë bim, në këtë petale, por ndodhen edhe flavonoide të shumta dhe në veçanti quercetina, i cili është një antioksidant i fuqishëm dhe ndihmon që organizmi të largojë sa më shumë radikale të lira.